Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju një nga recetat e preferuara në familjen tonë. Është e thjeshtë në përgatitje, edhe bukë edhe gjellë, plot shije dhe mbi të gjitha është shumë e shëndetshme. Qëndroni me mua ta përgatisim bashkë pasi jam e sigurt që do ju pëlqej. Në një enë do të shtojmë 400 gram miell misri, 100 gram miell gruri, 1 lugë çaji pluhur fryrës ose sodë dhe pak krip. Masën do ta përziejmë shumë mirë, kjo është shumë e rëndësishme pasi përbërësit duhet të përzihen mirë me njëri tjetrit në mënyrë që soda ose pluhur fryrësi pas pjekjes mos të ketë atë shijen e hidhur që mbetet. Hapim pak vend në mes dhe të shtojmë 2 vezë, 80 ml vaj ulliri ose çfarë do lloj vaji që përdorni ju, rreth 300 ml qumësht, do ta shtojmë pak e nga pak, duke e përzier, kështu do të shihni edhe masën me sy. Nëse nevojitet pak më shumë qumësht, mund ta shtoni atë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe. Do të shtojmë 150 gram djathë të bardhë dhe 100 gram ullinj. Masën do ta vazhdojmë ta përziejmë derisa të na formohet një masë e njëtrajtshme. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund ta shkruani në koment. Tavën e pjekjes e lyej me vaj ose me gjalp sipas dëshirës suaj, e vendosim masën aty, e hapim shumë mirë, vendosim edhe pak vaj në sipërfaqe ose gjalp për më shumë shije, si ta keni ju me dëshirë. Pra, gjalp ose vaj dhe në furrë të parangrohur do ta pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati. Them derisa të jetë gati, pasi pjekja varet shumë edhe nga furra që keni. Është krokant në sipërfaqe, i butë dhe shikoni pak sa mirë që është pjekur, edhe poshtë ka marrë një ngjyrë fantastike. Unë ju sugjeroj ta provoni pasi është një recetë që nuk ju zgënjen asnjëherë. Gjithashtu është dhe një ide për ta marrë me vete në punë ose për fëmijët në shkollë nëse e konsumojnë edhe ata. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit!